E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të analizuar, për të bërë një analizë rreth lojës së Kristit, rreth daljes në fakt ditën e djeshme nga shtëpia e Big Brotherit dhe atë se çfarë ka ndodhur. Unë në fakt jam interesuar shumë, kam pyetur shumë, kam hulumtuar shumë rreth vendimit të Kristit, një vendim që në momentin kur bisedonte me Selinën, në fakt mu duk I prerë, dhe realisht ishte I prerë, sepse Kristi u largua nga shtëpia. Tani, vërtet është një video e ripërsëritur, e kemi parë gjestin që e bëri vitin e kaluar dhe unë e di, e njoh shkatësinë e Kristit, që Kristi nuk është ai që I leh në mendje sa që mos e kupton se në qoftë se largohet në këtë formë, nuk do të bie në oborin e televizionit Top Channel, do me thënë, ai e di shumë bukur që aty ka truproja, e di shumë bukur që aty ka sigurim, e di shumë bukur që është një obor I rrethuar komplet, nuk mund të ikën aq lehtë. Tani, pyetja ime që bëra natën e mbrëmshme, edhe që vazhdoj në fakt ta bëj është kjo. A ishte tëra kjo një skenar I produksionit në bashkëpunim me Kristin për të arritur shikueshmërinë? Do me thënë është hera e dytë që Kristi e bën këtë gjë, ndoshta herën e parë nuk dhozi si gjë, sepse Kristi u rikthye me një herë brenda shtëpisë, do me thënë nuk arriti dot që të del jashtë mureve të shtëpisë, ndërsa natën e mbrëmshme Kristi arriti që të del dhe ishte e njëjta gjë si me gjestin. Do me thënë e kapën securityt, e çuan në dhomën e rrëfimit, produksioni më pas e futi në shpellë dhe hapi një televotim. Do me thënë ishte një rrugë e ripërsëritur. Tani unë mendoj që Kristi nuk është aq I leh në mendje, sa që mos e kupton që aty mbrapa ka një produksion, që aty mbrapa e shoh një produksion, që aty do me thënë janë njerëz të cilët punojnë për atë shtëpi. Mendimi im është që do me thënë këtu ka dy rrugë. Ose Kristi ka qenë në një marrëveshje me produksionin që ta bënte këtë lëvizjen dhe të rriteshin klikimet, sepse në shumë emisione potencoheshte që klikimet kanë rënë dhe reklamat kërkojnë klikime, producentët kërkojnë klikime, sponsorët kërkojnë klikime, jetojmë në kohën e klikimeve dhe gjithçka tjetër, sepse çfarëdo që hanë, pinë, përdorin këto banor, njerëzit e jetojnë jashtë. Apo, do me thënë, është dhe kjo pjesa tjetër që egoja e Kristit, koklartësia e Kristit, inati që Kristi ka në vete, nuk e toleronte që të merrte dënimin, ndoshta në dhomën e rrëfimit I është komunikuar Kristit që mund të ketë një dënim. Mendoj që për sjelljen të përdorur dhe për gjuhën e përdorur që është bërë në shtëpinë e Big Brotherit, duheshte të kishte një dënim si për Kristin, si për Mirin, si për Rogertin, por vllau I madh në fakt nuk e bëri këtë gjë, do me thënë I fali këto banor, sepse I ka banor shumë të rëndësishëm që në fakt ja bëjnë lojën. Por unë mendoj që Kristi ka menduar, ka logjikuar dhe ka thënë, më mirë të largohem vetë, se sa të vije vëllau I madh me një vendim dhe të më sjellën pikpyetje se çfarë do të ndodh me mua. Unë mendoj që loja e Kristit dje dështoi dhe nuk është kjo dorë e produksionit, por do me thënë është mendimi I tij që t'i shpëton zarfit të zi.